Përshëndetje, sot do flasim pak për imitusin tipit me silikon. Është një imitus i përdoret nga bregu, nga varka, nga thithë ndryshme, pra ka një sferë, ka një gamë të gjerë përdorimi. Por ndryshim me atë që do të tregoj sot është se silikonat nga bregu edhe nga varka gjithsesi që kanë plumbin brenda, ka dhe grepin jashtë. Në momentet caktuara kur deti është i trazuar ose dhe i qetë ka pas gryrje, mund të marrin barishte, ngelin ke grepi dhe i prishin punimin. Në ndryshim nga këto koka plumçi me grep për jashtë, po përdoret shumë grepi që rrinim qefur në silikon dhe nuk merr barë. Grepi lëvizshëm që e bën dhe imitusin e silikonit në origjinal në burim. Pra nuk është i lidhur me trupin e silikonit. Tashi do të demonstroj se si montohet. Pra të shpohet sa është pjesa që do rri grepi jashtë dhe pjesa që do rri brenda. Pastaj llogarisim grepin që i bie këtu për të shpuar kjo ishte. Diferenca e këtij lloj trupi për silikon është se kjo lëviz dhe gjatë punimit me majën e kallamit, ky bëhet më origjinal se sa këto që janë me plumç brenda. Këta janë më të cunguar në lëvizje, sepse lëvizin me gjithë plumç. Këto janë më fleksibël, një dhe e dyta nuk marrin barë, e kanë grepin të mçefët. Grabinqari kur e kap, kjo ulet, është e butë dhe ngel të grepit. Prap avantazhi i kësaj lloj metode është që gjatë gjyëtisë mund ta ndrosh silikonin, këtë ngjyrë dhe të vendosësh ngjyrë tjetër, në krahasim me këto tjerat që nuk i ndryshon dot. Ka koka që janë pa sy dhe i vendosin zakonisht gominave që kanë sy. Si ditë bëhet me dy sy pasi. Ka koka që janë me sy dhe vendosin silikonve që nuk kanë sy. Pra silikonët që kanë sy, kjo mund t'i vë edhe silikonave që janë me shat, pra kanë lugën brapa. Ky lloj i dhe edhe silikonëve që nuk kanë, ose kanë një bish për dredhës, dhe gjithë llojet e silikonëve. Dhe janë shumë rezultative. Kaq për sot.